4 llogari bankare me vlerë afro 220.000 euro në emër të prindërve të Sajmir Ali Mehmetit, i cili është i dënuar në SBA me 22 vite burg për akte terroriste, kërkohen të konfiskohen nga Prokuroria e Tiranës. Përmes një njoftimi zyrtar, kjo e fundit tha se nga hetimi pasuror i nisur një vit më parë janë identifikuar transaksione financiare të pajustifikuara të rrethit të tij familjar. Rezultoi se ka transaksione financiare në banka shqiptare të nivelit të dytë, apo veprime të tjera ekonomike në vlera të larta ekonomike, të cilat nuk mund të justifikohen me të ardhurat e krijuara ndër vite. Këta shtetas deklaruan se të ardhurat i kanë krijuar nga qeverat e kursimet, por nuk kanë dokumente të provojnë këto deklarata, dhe vlerat monetare objekt kërkese për konfiskim nuk kanë prejardhje të ligjshme, si dhe faktin që këto pasuri nuk justifikohen me të ardhurat të ligjshme dhe dokumentacion. Në 2016, Ali Mehmeti në atë kohë 22 vjeçar u arrestuar në New York nga Agjencia Amerikane e Antiterrorit në bashkëpunim me FBI-n. Ndaj tij u ngritën akuzat e terrorizmit dhe zotërimit të materialeve mbështetëse ndaj Shtetit Islamik ISIS, vepra për të cilat më vonë u gjet fajtor dhe u dënua nga drejtësia amerikane me 22 vite. Mediat amerikane raportuan në atë kohë se ai kishte tentuar disa herë të udhëtonte drejt lindjes së mesme për t'u bashkuar ISIS.